Përfaqësuesit e bizneseve nga Kosova e Shqipëria për të tretën ditë po vazhdojnë protestën kundër masave dhe barrierave që dogana e Kosovës ka vendosur ndaj eksportuesve shqiptar. Ata thonë se me këto masa po favorizohen prodhimet serbe. Në pikën kufitare të Morinës, sipas Këshillit Organizativ të protestës, janë mbi 250 makina të bllokuara. Më shumë se 150 kompani shqiptare dhe kosovare janë bërë bashkë duke ngritur zërin në zonën neutrale të doganës së Morinës për të kundërshtuar kështu politikën që po ndiqet ndaj tyre. Përmes kësaj proteste, përfaqësuesit e biznesit kanë kërkuar krijimin e një organi të vetëm doganor, heqjen e tarifës prej 40 euro për shërbimin terminal të ndërtuar nga pala kosovare dhe që tashmë menaxhohet nga një kompani private, si dhe dhënien fund të luftës tregtare që po dëmton biznesin e të dy vendeve. Sipas tregtarëve që po protestojnë që nga një gushti eksporti është bërë i vështirë dhe e vetmja që përfiton nga kjo situatë është Serbia, që rrit mundësinë e futjes së mallrave të saj në Kosovë. Përmes pikës kufitare dhe doganës së Morinës në Kukës kalojnë çdo ditë qindra automjete të tonazhit të rënd që importojnë dhe eksportojnë mallra të ndryshme, me barriera doganore të krijuara nga të dyja palët. Sipas ekspertëve, një kompanie i shkaktohet një dëm prej 100.000 eurosh në vit, kosto këto që ndikojnë në çmimet në treg apo edhe në shkurtimet e vendeve të punës.